Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar. Mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Nga 24 marsi vitit 1999 me sulmet ajrore të NATO-s, çdo gjë ndryshoi në terren në Kosovë. Çdo vend, çdo komunë, çdo vend banim pothuajse ishte në flok. Ishte duke kërkuar shpëtimin e jetës. Në kuadër të kësaj ishin edhe banorët e komunës së Malishevës, të cilët kërkonin ku të gjenin strej. Një ndër mendimet e tyre që do të mund të gjenin strej dhe mos të gjenden nga paramilitarët serb ishte edhe burimi i kësaj komune apo vrejlla me hillet. Por realisht ndodhi e kundërta. Këtu ndodhi masakra e burimit. Për të diskutuar lidhur me këtë masakër, kemi të ftuar kameraman në lufte Zotri Bali Thaçi. Zotri Thaçi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën që na keni bën. Çfarë do të na kujtoni nga 24 marsi, cila ishte gjendja në anën apo komunën e juaj me popullat civile, me ushtrisë timtare të Kosovës, cila ishte kjo gjendje lufte? Po me bombardim, para se me fillu bombardimi me 24 marsi që cekë edhe më herët, kishte fillu ofenziva në komunën e Malishevës nga disa drejtime. Forcat serbe kishin sulmuar pozicionet e ushtrisë ligjimtare të Kosovës me dikun me 21 mars, ishëm në Caralluk dhe filloi do të thotë granatimet nga pozicionet atje përmi fshatin Orllat atje të Bytysht, edhe luftimet fillutën me aktivitet shumë të madh. Kështu që popullata për një ik pastaj vrasje ose masakre ose bombardimeve, u detyru që me lëviz nga fshati Caralluk me shku në Drnovc, pastaj me shtrirë në aktivitete luftarake, u detyru që prej Drnovcit mu tërhek pastaj në fshatin Turjak. Jo vetëm banorët e fshatit Caralluk, ku unë aty jetoja, por edhe banorët të tjerë nga komuna Malishevës, Dragobele, Astra, Zobe, pastaj edhe qytetarët komunës së Arekës, komunës së Ravecit që kishin edhe ata ishin tërheq nga vijat e luftës dhe ishin përqendruar, do të thotë në komunën tonë, shkutën dhe u përqendruan në disa pjesë, prej Turjakës deri te fshati Burim aty te vrella Mbyllit, pasi që aty është një lugin, kishte edhe ujë, kishte edhe kushte pak ma themi ma përshtatshme për me u vendos, po s'kishin ka me shku mo, se nga të gjitha unë ofenziva veç ishte shumë aktive. A ishte çdo vend banim në komunën e Malishevës i trazuar nga lufta për faktin apo i sulmuar, të themi më mirë, nga artilleria serbe? Unë veç tregova më herët se Malisheva si qendër ishte një kohë shumë e gjatë si zonë e lirë. Prandaj me siguri në formë të operacionit ushtarak të forcave serbe, ushtarake, policore, paramilitare e forma tjera, do të thotë formacione tjera, ishte bon një plan për më sulmu Malishevën nga të gjitha drejtimet, nga Rahoveci, nga ona Kievës, nga ona e Arllatit që i thojmë na, do të thotë ka qenë sulmi në shumë drejtime. Dhe kështu që në farforme si që edhe pasaj më vonë pas luftës u deshifruaja, do të thotë aja strategjia patkoji, do të thotë e ushtrisë dhe policisë e forca ushtarake serbe, do të thotë formë patkoji ka qenë Malisheva e sulmuar prej shumë anëve dhe popullsia pastaj në tërheqje e sipër kanë shkuar dhe janë koncentruar në ato vende që e cekëm më herët, në Turjak, pastaj Çadvi, në Gurbardh e deri te Burimi, ku edhe cekëm më herët aja lugina aty tek kruni i Hillit. Në këtë sulme serbe është thyer çdo kod i luftës, për faktin që asnjë antar i familjeve, asnjë moshe, si në pleq, si fëmijë, si gjinive femrore nuk ka pasur shpresë që nëse qëndron në shtëpia do të shpëton. Dhe e tërë popullata është ka lëvizur në drejtime të ndryshme. Po njëhet edhe ushtarakisht ky termi i tokës djegur. Do të thotë ata kanë shkuar jo që kanë pas qëllimet saqet ushtarake që të ke fundit lufta, dhe është
edhe grupacionit ushtarak edhe luftojnë me zveti. Por strategjia e forcave serbe dhe politike serbe ka qenë toka e djegur, do të çdo gjë që e shkelin me djeg, çdo gjë gjallë që e shohin me vra, edhe përveç njerëzve edhe shtanzit çdo gjë kanë vra. Qëllimi ka qenë dijet pastrimi etnik, detyrimi i popullsisë u tërheq qysh edhe është tërheq do të thotë në Shqipëri, në Maqedoni e tjerë që e dim do të thotë botërisht, edhe konkretisht ka qenë qëllim të spastrimit etnik që Kosovën me lanë pa shqiptarët. Në cilat vende janë strehuar apo janë grëmbulluar populata civile? Llogaritet Pagarusha, Belanica edhe një pjesë në anën e Panorcit, në bjeshket të Turjakës. Që aty unë kam qenë, do t'jem konë prej Turjakës, se deri te kroni i Mhillit aty, pastaj fillutën edhe në të pjesë, do të me pas granatime, bombardime, që ato të kronit Mhillit dije që pastaj kanë marrë dhe kanë deportu në Shqipëri, edhe një pjesë e Turjaka aty kanë marrë dhe kanë deportu në Shqipëri, ndërsa një pjesë tjetër pas lugut Turjakës atje, kanë ngel qytetarë në mal. Pastaj ka pas disa granatime, që edhe tek pjesa e Damanekut atje të Zabeli Damanekut që thojmë, ka pas diku një 4 prejdha kanë rënë në mes popullsisë, ku ka pas disa të vranë, 7 nuk të vranë, 11 plagosën prej një prejdhe, që pastaj popullsia të rejk, edhe shku në drejtim të Cverkës Flinës, edhe përqeve Sanena, që në të edhe ato i kam të dokumentume qëndrimin e popullsisë në malë. Keni qenë në këtë pjesën që po diskutohem. Po që pjesë dy grumbullime që kanë qenë njerë grumbullim në fshatin Gurbardh, edhe një pjesë tjetër në Vrellë të Mehillit në fshatin Bërem. Si deportuat, si shkuat ju ande, ku i takoni një anë tjetër? Po në fillim me 31, do të thotë mars, i kanë marrë qytetarë, ku ishin edhe familja ime, aty tek Zabelit e Turjakës, edhe pastaj kanë deportuar në Shqipëri. Ne nuk ishëm me familjen në atë moment, ishëm tërheq, një pjesë tjetër, ku i na kthyen këna pa që vetëm makinat e djegura, edhe popullsisë ka pas përveç një 2 plakave që në aty që edhe aty dokumentuar me disa pjesë të tjera, që ajo plaka na tregoj që i kanë marrë edhe i kanë quhen, për s'dika se ka e kanë quve që kanë marrë për i këtujt, që ma vonë pastaj se ende komunikojshin disa lidhë telefonit e kuptum që i kanë deportu, i kanë qunë në Shqipëri. Por pastaj, morën vesh që edhe pasi që e morë kamerën që kësham shef dikon aty në Turjak, me njëherë aty të rruga ka këshin kalu ata që këshin marrë popullsien civile, këshin vrarë një Ramadan Kryzion, Ramadan në Kastratin fal, edhe aty gjerum ata, pastaj vazhdotëm ku kanë nejtë popullsia, vetëm makinat e djegura, s'ka pas më banora sajt, këna gjeruan 5 të Cverkës Dushit, të vrarë të ekzekutu në mënyrë klasike, do thotë i kishin të buj, kishin ekzekutu, edhe i kishin luatë. Me njëherë të Turjaka aty, edhe ndëgjum pastaj që është bani masakër në fshatin Bërem, do thotë. Edhe aty pastaj vendosëm që me shku kam, aty ka Gurbardhje, me dalë pastaj te fusha Mhillit, me shku edhe mundësisht që ti ndonë bende, pa varrosa, pa gjende që ashtu qysh janë që me bo dokumentimin e asaj ngjarje. Kur ndëgjuat ju që ndodhi masakra e Borimit? Kena ndëgju me 1 prill. Pasi me 31 kanë ndodhur ngjarja, me 1 prill kena ndëgjuan, e me 2 prill do të thotë që më shkuan në vend në ngjarjes. Me 2 prill? Po. Ku shkuat? Me kënë keni qenë? Rrugën e kumbohen vetë. Do të thotë deri atje, sepse ishte zone jo e sigurt. Do të thotë ende ishin formacion të ushtarake asaj në lëvizje edhe tash më thotë dikoj hajde me mua bjen sikur ti thu hajde rreziko edhe njerëzit të shpërgjithësime thotë dikoj hajde me mua në momentet caktuara e ku më shku aty kum taku pasaj Bajram Morinën, ish kolegun tim Sosin Bajram që e kishin vrarë vllaun aty me lazimin, pasaj me ata kena dalë edhe kena përshkruti që ato me kamerë dhe kena gjeru dhe kena dokumentuar që kishin lanë forcat serbe. Zoti Thaçi, ndoshta është e vështirë për juve, por a kishin mundur më na tregu në momentin që hyt në vendin ku janë ekzekutuar, ku është kryer kjo masakër,
cila ka qenë gjendja që keni parë atë? Po të thash unë personin e parë që e kum taku Bajramin. Bajramit me thonë sinqerisht, ashtë unë se kum motë emocionet e mija, se edhe unë se më konë normal. Ama Bajrami kishte qenë shumë në afekt ronë, që është shumë normale. Mi po njerëzit, pavarësisht çfarë do kumbi qofshin, mi po në gjendje, po kur ishen njerëz e familjes, vllahun e vet, e njerëz bashkëtarët e vet, kur në mesin e tyre edhe unë i kum pas dajtë me, do të thosh një gjendje shumë e rëndë që me të vërtet nuk ka diçka që e mot. Në diçka na kena bëj dokumentar me një kompani angleze për BBC-n, edhe ai producenti po më thet tha nuk e ke nol, tha kamerën ka ke xhiru. Thash se komunal është e vërtet. Tha pse? Thash po se komunal se kush ta sheh mas lufte, le ta din që nuk është e montuar, po është gjendje reale që ashtu qysh. Edhe tha nuk e ke fiksu, tha kufumat, a di kështu ka dalë në një profesionale, me marrë kanjo. Thasha, ka ndodhë në herë tyje me gjeru një pjesëtar të familjes tonë, që shke ullëve që qupën kërko falje anglisht, disa herë, të më kërku faljen falë që ta bëna këtë pyetje. Si ka qenë gjendja, si ka qenë teren, si kanë qenë të vrarët, kanë qenë të ngërbulluar, të shpërndar, kanë qenë të masakruar? Unë kur i kom gjeru, kanë qenë të shpërndar. Do të thotë, gjendja tyne ka qenë shumë e rëndë, shumë e rëndë. Sësin kajtaz, e këshin shtëru krejt, e këshin kokën e këshin shkatru krejt, kufu ma djegora. Këm po dhe në rifat temin vlavën e nanës, nuk se këm njoft, që e këshin shtëru, e këshin masakru, e këshin bo. Tek pas taj kore këm qyre gjerimin, tek njësit e aty në Damanek, të Feris Krasniqi, po ne keni televizor me agregat, në lidhë kamerën me televizor, aty e këm po, edhe aty e kom identifiku pas e dhe në rifat. Se në vend gjarës s'ka mujtë me identifiku. Me këto bëthoni që e keni njëzu, nuk e kom njoft të njëfni dorën e juaj. Po, unë e kom dëgjuën si emën që o vëra edhe dhe e rifat, po që e këshin masakru, do të thotë, nuk e kom njoft, edhe adrenalina ka bot vetën edhe, gjendja psikologjika e të tjerat. Pastaj këm shku në Damanek të njësi teo që kësë aty, këna lëshuën televizor, këm lidhë kamerën drejt për drejt, edhe thash bërë po thujnë dhe e fatë është, po kur aty pasaj të i analizu edhe ka ra pak gjendja psikologjike ma stabile dhe aty e kom identifiku edhe më qëtë edhe dhe e fatë e ka që këtë. E tha që kur keni shkuar në atë moment jo, me 2 prill, nuk ka qenë tjetër kush përpos ju edhe Bajram Orina? Pasaj kanë filluar i varrimi. Me 2 prill? Me 2 prill. Me 2 prill është bërë i varrimi i kufumave. Do të se aty i këshin shkip si pas informatave, i kanë ledhë një herë, i kanë ekzekutu të kryunet të burimi, pastaj, pasi e kanë ekzekutu, kanë marrë edhe i kanë masakru, edhe i kanë shpërnda. Do të thotë qëllimi, unë e dëshoj që i kanë shpërnda, gjoja që kanë tenë të luftuar nuk janë ekzekutu kështu. Zoti Thoqi, sot po flasëm 26 vite, pas kësaj masakre, por kur i kujtoni këto zakonisht në përvjetore të këtyre, e besoni që vetë i keni incizuar dhe keni pas atë forcë të përballeni me një masakër, me një genocid që ka ndodhur tek familjarët, tek njerëzit, tek bashkëvendasit, bashkëadhëtarët e juaj. Në cekë edhe më herët, për faktin se nështë edhe Zotë për të jepë këtë fuqinë, edhe adrenalina në luftë është ndryshme nga kushtet normale kur jemi, sepse aty në kushtet luftës dhe ditë kemë dëgju për vrasje për gjonat të tilla, të cilat një farforme e kanë ngrit atë anën do të të psikologjike të përgatitjes, se edhe më herët kam xhiruan do të vrasje të dëshmorëve tonë, rivarrime se në para këtyre gjonave edhe një farforme ka shkuan në aspektin psikologjik njëri të ju ngrit. Po me gjithat, prap, kur sheh do të thotë njerëz e familjes tonë, është shumë ndryshe, po duke e ditë rëndësinë e kësaj që duheshin të dokumentoheshin, pavarësisht prej çmimit, pavarësisht prej gjendjes psikologjike,
pavarësisht për gjendje sigurisë, se siguri në të momentin nuk ishëm, nuk e dikush më pyetje, tha me nxonsh, serbet me kamerë, shka të bojnë tash unë nxonshin mu pa kamerë, më hekin flamen për mështof, shumë pësën edhe kamera, bili gjonat pasaj i shuin gjenerata tjera, na besa populli që si ka po do gjona, edhe po mos ishin qëtu në gjarje, që të kish, unë i kom dokumentu, ka dokumentu edhe tjetëri, do të shka me thonë që pat luft. Do të se lufta në që se s'ka dokumente, aja jetë e varfër, dokumente të regojnë, varët të regojnë luftën, gjakun, sakrificën e lirijës, edhe dim që çmimi i lirijës është çmim që cilin popull që e paguajnë edhe e arrin lirin. Edhe krahasu me sakrifica tjera, kjo jam më duket e vogël, megjithëse aspektin personal të emit prapë ka atë peshën që edhe sot, do të kur nolna, edhe i lëshoj ka herë, shoj ato ngjarje, shoj ato, me njëherë do të thotë organizmi reagon, sepse është krijuar në stresi në krye. Kur zgjohet, dikon shkakton aspekt psikologjik, është shumë e vërtet. Si ka qenë gjendja të vrarëve? So kanë qenë të masakruar, numri më i madh i tyre, apo të tërët kanë qenë edhe më pas të masakruar, apo kanë qenë vetëm të goditur nga orë? Në përgjithësi janë kanë masakruar. Do të ka pas kufoma djeguna, do të edhe të gjithë, do të thotë gati 100% kanë qenë masakruar. I përmenda në rast nëse kjo fali familjes dhe Skajtaz, dhe Srefat, Milazimit, do të thotë me emna që përmeni, ata kanë qenë shumë, pasaj disa tje që nuk i kom njoft, kanë qenë shumë të masakruar dhe unë dëshoj, ade kom thua dhe herëve tjerë, për thëmë prapë, dëshoj që kanë marrë pjesë trupit trofej, mas poko ade, kanë marrë pjesë trupit trofej, syve to e tjera, mas një përmend tash, për opinionin, dëshoj që kanë marrë trofej, edhe kanë qua atje më mborë, që shaka në bënë të shqiptarët. Që të arsetim nuk ka, do të për mua, se në qytetarët, se një është e pakapshme në aspekt psikologjik, do të arsye në kësaj punë, se kanë bënë një krim që kanë vra, njerëz pafajshëm, civil, të armatosën, krejt ato, po krimi më i madh është pasaj që i kanë masakru. Do të ata i kanë bërë pasaj krimin e dytë. Në këtë ngjarje bë 2 krime të rënda mas pako, plus tani të tjera të bazuar në drejtat e luftës, edhe kur njërin që dorëzohet edhe ushtarën qoftë, janë konventat e Gjenevës që nuk lejohen të vriten. Ata duhet trajtohen me ligjet ndërkombëtare. Këta kanë qenë të paarmatosur, civil. Çfarë moshë kanë pasur të vrarët? Po prej cila pjesë e moshës ka dominuar? Prej 14 vjeçë që ishte ai djali i Astrazobit, Valoni, deri tash po diunë me vjet, këta kanë qenë gjenerat, që unë kom thënë një herë që njëri i njoftën nga forcat serbe që i kanë njoft, i kanë ndo, sepse krejt kanë qenë gjenerat, dhe Refat, dhe Muharrem, dhe Batjar, do të krejt kanë qenë gjenerat, edhe aja gjenerat kanë qenë punëtur të organizatës bujqësore, kombinatës ka është e bujqësore të Ravecit, që unë dyshoj që dikush nga kolegët e tyne i veshur në uniformën policore, paramilitare, ushtarake e tjere kanë gjoft, edhe i kanë do krejtjon e kanë një lidhje me zveti shumica për tyne janë të një gjeneratës, që pasaj dyshoj unë që dikush që i kanë njoft, i kanë do me qëllim edhe ka ekzekutu. Çfarë do të thotë? Për brezat e ri, për gjeneratat, që të kujtohet, të mbahet mend, edhe kjo masakër. Çfarë nën kupton? Fytyrën e vërtet të pushtuesit, po njëkohësisht edhe është një lloj sakrifice, pa një lloj sakrificë që dha populli për liri. Por historia që nuk shkruhet, ajo nuk mësohet. Historia që nuk mësohet drejt përsëritet. Fatkeqësisht neve shqiptarëve shpesh nuk ka përsërit, sepse nuk i kemi dokumentu. Edhe në kanë ikë ngjarje të pa dokumentu, në kanë vetëm si gojdhana ose si kangë me shahira në peroda, që edhe ato e kanë rëndësinë e vetë, po megjithatë nuk mirën si burime dokumente historike. Edhe dokumentet e tilla do të thotë
duhet me ndikuan në bëmendjen e shoqërisë tonë. Nuk jemi për mu hakmarr ndaj kërkuj të asnjë popullit, as popullit serb, po jemi për drejtësi. Do të thotë që ata të cilët i kanë kryer këtë krim makabër, të dalin para drejtësisë, të japin llogari edhe para popullit tonë, po edhe para popullit vet, sepse edhe populli serb duhet të lirohet nga këto që kanë bën pjesëtarë e popullit e tij. Do të thotë sa më shpejt që edhe populli serb të lirohen nga këta kriminal, të dënohen, atëherë ata do të ndjejnë ndërgjegjen shumë më të lehtë, edhe na do të kemë ndërgjegjen shumë më të lehtë, edhe na si popull do të bashkëjetojmë këtë hapësirë të Ballkanit bashk, por duke i dënuar kriminalet. E tha që e kemi lënë kamerën lëshuar. Sa orë material, gjerime keni bërë, apo sa minuta, sa orë? Po tash gjerime unë kam natyra të ndryshme. Po flasëm për masakrën e Borimit. Nuk e kam matë kohën, kam me orë. Do të thotë, po nuk e kam marrë kështu kohën zi sa është, ama është gjerume në mënyrë detale të gjithë. Do të thotë ata të cilët kanë pas fatin të jenë aty edhe të ekzekutohen, do të thotë në farë forme janë të dokumentuar gjendjen që kanë qenë në 2 prill kur unë kam marrë me objektivin e kamerës time. Janë publiku këtu pamje deri më tani? Janë publikuar, thash në dokumentar është Rania Miloševićit, Fall of Milošević në YouTube është. Do të ai dokumentar ka bë një kompani angleze për BBC-n dhe kanalin Katar Amerikan, i cili film është fash në krejt botën. Edhe në Serbi është fash disa herë, jo në herë, po disa herë, bile do miqt me Hasjan Foraxhi, thëshën telefon, thëshën balim, mos jam sy për Serbi mo, se që thash sa u kry filmi dokumentar me dokumentet e tua. Do të thotë në aspektin e mbulimit mediatik të jashtëm e kam fjallën, masakra e Borimit, përveç masakrës së Reçakut, është e mbulune më shumëti. Do të thotë sepse është pa në tërë botën. Do të thotë në atë film trajtohen të 2 masakrat, edhe masakra e Reçakut, edhe se në aspektin politik, në aspektin ushtarak e krejt ndikimi saj, por ndikimi edhe në aspektin mediatik e masakrës së Borimit ka rrit qëllimin. Kam shumë shkresa, shumë konfirmime prej kanaleve ndryshme edhe diplomatike që janë trajtu, do të thotë ato në përzyra të ndryshme dhe që e kanë arrit qëllimin e saj edhe qëllimin tem se i kam gjeru. Është parë në krejt botën. Edhe ajo është, me thonë një farë forme, një farë ndjenje personale jamja që është arrit ai qëllim. Do të më po, por në aspektin e brendshëm nuk është trajtu. As nuk është trajtu nga televizionet kombëtare, as nuk ka trajtu qoftë nga institucionet të caktuara, qoftë drejtësisë, qoftë shkencore, qoftë diçka, do të nuk është trajtu kur ka material të mjaftueshëm për me u trajtu, qoftë në aspektin juridik, qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin mediatik, çdo gjë do të ka hapësirë të mjaftueshme, ka dokument të mjaftueshëm për me trajtu këtë tim, nuk është trajtu në aspektin e brendshëm që është për të keq 26 vjet mas. Një nga kërkesat e familjarëve të martyrëve të rënë në këtë masakrë dhe në masakrat anë kënd të Kosovës është që kërkojnë drejtësi. Për të kërkuar drejtësi duhet të jenë dëshmitar dhe njerëz okular që kanë qenë në ngjarje. Ju ka ftuar dikush juve që t'jepni ndonjë deklaratë lidhur me atë që keni parë dhe keni ndjekur? Tash kohët fundit para një muaji 2 kanë thirrë dëhetues. Kanë kontaktuar me ta. Dikush tjetër më parë jo? Jo, është interesant. Me njerë pas luftës, im shkua të Selia e Unmikut në Rahovec që ka qenë, edhe mënyrë vullnetare im shkuan me deklaruan edhe më ofru shënime sene, po më ka bit fakti shumë kanë qenë të ftoftë edhe ignorant në këtë aspekt. Do të jam dëshpëru. Në cilën kohë ka qenë? Me njerë të 99-ën ka qenë. Në 99-ën, absolutisht, do të në farëforme, sikur nuk kishin qef as me bë debat për këtë punë. Tash unë sot për atëherë nuk di me çfarë personi jam taku, po jam shku në qendrën e Unmikut ku ka qenë atë për trajtimin e këtyre rasteve të masakrave sene bledhjen e informata, kam shkuan, jam lajmëruar, kanë të kontaktu 2-3
persona ka qenë ignorim total edhe vullnet zero me marrë me këtë çështje që më të vërtet më ka pas të shpru fakti. Ju keni dhënë deklarat apo pranuar? Jo, s'kan pranuar, as deklarat s'kan pranuar më marrë. Vazhdo, farforme, hajt, tek tjerë të më kanë qitë jashtë, absolutisht nuk ka haps, hiç fare. So ka qenë dëshpruese nga kjo që nga një person, nga një lloj dëshmitari, asaj ngjarje përmes video incizimeve, të ofron një dëshmi dhe të mos pranohet. Ka qenë dëshpërim shumë i madh, edhe mos besim, edhe humbje e besimit total në interesimin e tyre që do të mirën konkretisht me sqarimin edhe sepse atë ngjarja ishte shumë afër, njerëzit ishin gjallë, faktet ishin shumë freskëta, edhe në teren me dalë aty për aty, po e kom po në interes zero të këtyre edhe më ka dëshpruar shumë, edhe kom po më njëherë që nuk janë të interesuar me marrë me këtë temë. Zoti thoshte, domethënë, ju po thoni që në vitin 1999, pas mbylljes së luftës, jeni lajmëruar në Rahavec për të dhënë dëshmi. Pas luftës. Po, se në qashur përfundon lufta. Përfundon, po. Më pas me njëherë çat kohë do të thotë, më njëherë pas luftës si ka ardhur është vendosur do të thotë institucioni i UNMIK-ut këtu. Edhe aty në Rahavec ka qenë një qendër që është marrë me të pagjeturit e me zvarrime, masakrim, këto blejet informatave sene, jam shku aty në mënyrë vullnetare, kam kërkuar, më takuar, jam takuar me 2-3 vetë, edhe totalisht ignorim, zero interesim më marrë me këtë temas. Edhe kom një farë të shprimit, kur më nuk jo marrë me tas. Po dëshim, incizimi i vendit ngjarjes i njerëzve të vrarë. Ju ka bërë që t'jeni të lidhur, edhe ana tjetër është që edhe familjar, që thatë keni pasur ndajën e juj, edhe masakra e Borimit sa herë kujtohet, jeni të lidhur me atë në një farë forme. Keni dëgjuar që ka pasur dyshime për ndonjë njeri të implikuar në këtë masakër, e thatë që ka dyshime për faktin që një pjesë janë një moshë, një vend i punës ka qenë i njëjtë, ka pasur zëra që ka qenë dikush implikuar, dihet ndonjë urdhërdhënës, ndonjë pjesëtar apo diçka tjetër, një dëshmitar ka shpëtuar në Redin Morina që tani është i ndjer. Ne kam një pjesë gjërimit të rrafimit tina, nuk sepse se kom lu rolin e jetusit. Jo, e thash, është ndëgju, është fol, diçka. Kjo që a thash unë më heret, kjo është vetëm do të një përfundim jemi personal, sepse duke i parë të vrarit, do të masakruarit, ata kanë lidhëmëri me zveti, që më thëmë pyte për moshat herë, kanë jënë një gjeneratës, jënë shumica pjesë dërmus që kanë punu një vend, kanë punu me një pjesë të stafit që në të kohë edhe Serb Travecit, ajo është e vërtet. Do të thotë edhe unë aty e lidha ato që dikush këta i kanë do që i kanë njoft. Do të kjo është një përfundim i jem personal që dyshimi jemi. Tash mbetet hetusis që ose kam bet diçka fakte halet gjalla që mi mbledhe me vërtetu diçka tillë. Për pas masakrës së Borimit, thatë keni edhe incizime të tjera. Kemi incizime. Do të na veçani çfarë keni dhe kur do të publikoni? Kemi rivarrimet pasaj, sepse dihet që më njëherë pas luftës qeshore kanë filluar. Do të thotë edhe familjarët veç, po edhe në mënyrë të organizuar me bërë rivarrimet, sepse rivarrimet kohët lufte dihet që janë bërë në përvarra masive dhe vetë masakra Borimit me 2 prill që bë varrime bën në një grup në një varr masiv që pastaj prap janë nxjerrë edhe është bërë ekshumimi, është bën do të thotë identifikimi prap edhe janë varros në mënyrë të organizuar. Përveç rivarrimit të kësaj masakre që është bën Dragobil varrimi, kemi rivarrime në Fortesë, do të thotë, që edhe aty është në një rast shumë i rëndë, është një dokument shumë i rëndë, veç tash do të thotë rivarrimin e pa. Pastaj kam dikon 4 rivarrime të Krushës të madhe. Pastaj kam rivarrimin e Krushës vogël, Celinës, të Posaselit më ka ikë për pak, s'ka mujtë me më rrinë,
kom rrinë, po pasi që i shkry, do të thotë rivarrimi, ka marrë disa pamje ditës së rivarrimit, po ashtu s'kena mujt me mrinë në kohë, edhe kena mbulu qatë pjesë. Zoti Thaçi, çfarë duhet të bëjnë institucionet e Kosovës që të dalin në dritë njerëzit të cilët kanë dhënë urdhë, përgjegjësit dhe ekzekutorët e këtyre masakrave, jo vetëm masakrës së Borimit, po me qindra masakra që kanë ndodhur në kënd Kosovës. Më së pari unë vlerësoj që duhet të jetë vullneti politik. Që vullneti politik nuk ka qenë nivela të gjitha qeverive pas luftë. Nuk ka qenë vullneti politik. Më morë seriozisht, vetëm kë ka orkova për fushata elektorale, kanë dalë, kanë qenë trena atje, e kanë bën postere, fotografi, a realisht në të vërtetë s'kanë bërë kurrë. Do të thotë pa vullnet politik. E bonte një herë një institut për krimet luftës, e ç'bën apet. Kanë bën që thash një apet, s'besoj që shko gatë. Do të thotë është vullneti politik zero, ende. Edhe s'besoj edhe në institucionet e Kosovës që kanë seriozisht marrë me këtë. Pse mendoni kjo neglizhencë nga institucionet e Kosovës për 26 vite? Arsyeja është shumë dimensionale. Ndoshta kanë presion prej ndërkombëtarëve, ndoshta në aspektin politik nuk dojnë me më marrë me këtë temë heq se besojmë që sjellën për jena politik. Nuk po do me menua më të keqen që ndoshta ajo në shërbim të dikujt tjetër për mos me prej këto tema. Do thotë është shumë e lëmshme për 26 vjet mos më trajtu gati asnjë në rastin masakrës. Nuk është e vërtetë që nuk ka informanta. S'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që nuk din. E din. Po pse nuk trajtohen në mënyrë ligjore, ato i thash dyshimet e mia. A mendoni që Kosovës, shtetet e Kosovës në një farë formë ju ka kthy bumerang kjo neglizhencë të cilët e thatë jo, për faktin që sot Kosova në arenën ndërkombëtare shpesh shihet si agresor. Shihen pastaj krerët ushtrimtarë të Kosovës që kanë qenë në mbrojtje të vendit të tyre, ende janë duke në bankat e të akuzuarve, ndërsa kështu si Serbia me qindra mira të vrarë, me qindra masakra, edhe po paraqitet sikurse viktim. Po pa vendim gjyqësor nuk ka fajtor. Kjo është aspekt juridik, ligjor, pa një vendim gjyqësor të plot fuqishëm, nuk ka fajtor. Ne nuk kemi fajtor. Do të thotë ka disa individ aty këtu sa për me anek ne, po më mirë ka qenë gjykata tona me shpall fajtor edhe ata të cilët nuk i kanë dorë, sepse verdiktet e gjykatave janë ligjore, janë fuqiplote, janë para çdo kujt e kanë fuqinë e vet, qoftë juridike, qoftë propagandistike, qoftë dokumentare. Pas të to si kanë bën. Tash po mundohen dhe me mungesë të tjera. Mungesë kanë mundë që 20 vjet, prej 2008 s'pako kur kanë filluar institucionet tona të jenë plot fuqishme, në të mirën me këtë temë, po nuk janë marrë. Ato dyshimet e mia i thash, pse s'janë marrë, në shtacion që ashtu asnjana, po dyshimet ekzistojnë, vullneti politik ka qenë zero. Koha po ecën, është diçka që nuk ndalet asnjëherë. Po sot pas 26 vjetë, edhe ata edhe kriminalët të cilët kanë marrë pjesë në ato vrasje mund mos me qenë gjallë më. 26 vjetë, nëse dikush i ka pas, po them 40 vjetë, sot i ka gjatë 6 vjetë. Shaj që ka pas 50 vjetë, sot i ka 76. Në pjesë të hynë mund edhe mos me janë fare. Prandaj sa më herët institucionet tona të dalin me verdikte gjyqësore të plot fuqishme, do të thotë është shumë më mirë sepse e dënojnë një fajtor. Kur ekziston një fajtor, nuk ka më atë diskutime ke është ose s'është, sepse është verdikti i gjykatës. Prandaj, edhe një herë bëj apel përmes medium me quje, që institucionet e drejtësisë Kosovë të mirën seriozisht me këtë punë, të i nxjerrin verdikte gjyqësore pavarësisht a janë kryesit e veprës penale, a janë në dorë të institucioneve të drejtësisë. Të nxjerrin verdikte gjyqësore sepse ato pastaj e dojnë shapin për sheqerit. E dojnë e din kush është kriminali, kush është viktima. Përderisa nuk ka vendime gjyqësore. Nuk ka fajtor. Kjo është ligj. Ligji e thot
s'ka verdikt gjyqësor përfundimtar, s'ka fajtor, nuk ka. Edhe ju si medium qose një ngjarje trajtoni, në fund nuk keni çfarë pa shkruar derisa nuk nxirret një vendim gjyqësor plotësisht, i përfoli është i pafajshëm. Kry puna, neve kemi, mund më thot 0.1% verdikte gjyqësore të kësaj natyre. Zoti Thaçi, koha po ecën, por a besoni që një ditë më mirë vën se kur thuhet që do të nxirren apo do të dalin njerëzit që i kanë kryer këto masakra, këto krime nëpër Kosovë. Unë kisha besu, qofse kisha pa një vullnet politik, për momentin ende nuk besoj. Vullneti politik nuk ekziston për me trajtu këtë temë seriozisht. Zoti Thaçi, faleminderit që ishi pjesë e emisionit. Faleminderit mediumit juaj që ndat këtë hapësirë, edhe për mua, po edhe për opinionin e gjerë. Dorë Zotit që historia të mos na përsëritet, mësojmë nga faktet, mësojmë nga historia, shkruhet historia, dokumentohet, lexohet, ende sot nëpër shkollat tona, lufta e Kosovës së fundit trajtohet me 3-4 orë mësimit, që është e papranueshme. Është e papranueshme për gjakun që derdh, është e papranueshme për lirinë që e gëzojmë. Nëse nuk e trajtojmë në mënyrë shkencore, atëherë s'ka kena me thot dikuj. Na e kemi barë gjeneratat tona, mos të lamë, na ikë. Faleminderit njëherë. Historia të mos na përsëritet. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.